Sëmundja murtaje së ruminantëve të vegjël, e cila shfaqur ditët e fundit në Shqipëri, nuk ka prekur ende qarkun e Shkodrës. Sipas autoriteteve veterinare, situata në qark mbetet e qëndrueshme dhe pa raste të konfirmuara. Sipas kryeveterinerit Mark Preçi, deri më tani nuk është regjistruar asnjë tufe prekur nga kjo sëmundje që prek bagtitë e imta, si delet, po ashtu edhe dhit. Është konfirmuar murtaja e ruminantëve të vegjël, ose njohur në PPR-ja, në bagtitë e imta në rrethin e Borrelit. Aktualisht kemi situatë shtetësore të mirë, meqense ne organizojmë monitorim të fermave të çdoditshëm nga veterinarët që janë në terren, monitorim që raportojmë zyrtarisht në instancat më të larta, dhe deri më sot nuk kemi asnjë rast të dyshuar apo asnjë rast pozitiv. Shpresojmë, domethënë, që duke nisur nga eksperjenca që kemi grumbulluar gjatë vitit të kaluar, që në qarkun e Shkodrës mos ketë shfaqjet e sëmundjes së ruminantëve të vegjël. Preçi thekson rëndësinë e komunikimit të vazhdueshëm të fermerëve me shërbimin veterinar të zonës, në mënyrë që në rast të shfaqjes së ndonjë rasti të dyshuar apo pozitiv, të merren menjëherë masat për të parandaluar përhapjen e sëmundjes në tufa të tjera dhe në tregje. Momentalisht Shkodra nuk është rrezikuar për arsye se zona e infektuar është izoluar, domethënë nuk lejohet lëvizja kafshë as nga territori as brenda në territor. Edhe do të kujtojmë faktin që fermerët duhet bashkëpunojnë me veterinarët, meqense gjithë terrenin e mbulojmë me veterinarë shtetëror. Dhe vetëm fal këtij bashkëpunimi, domethënë ne kemi arritur që vitin e kaluar, si thash, të izolohet vetëm me 3 vatra. Një nga masat konsiderohet drastike është fakti që nuk do të kryejmë lëvizje të kafshë të pa certifikuar nga shërbimi veterinar. Pra fermerët duhet sidomos të komunikojnë me veterinarët, të pajisin kafshë kur i çojnë në treg ose në kullor ose në territore, të pajisin me certifikat veterinare që vërteton se kafshët janë shëndoshë mirë, dhe vetëm këtë mënyrë, vetëm kontrolli i certifikuar i kafshëve ose kontrolli i plot nga ana e shërbimit veterinar garanton që sëmundja, domethënë, mos e prek qarkun e Shkodrës. Duhet pas parasysh se kjo është sëmundje virale, është sëmundje shumë përhapse, që prek vetëm bagtitë e imta, domethënë delet dhe dhit, nuk i prek njerëzit. Nuk është sëmundje zoonotike që kalon nga kafshët tek njerëzit ose nga njerëzit tek kafshët. Përgjithsisht kafshët kanë temperaturë të lartë, që zgjat 2-3 ditë, dhe ngordhja është e pashmangshme. Deri më sot nuk është se ka një kurë për këtë sëmundje, dhe në strategjitë e miratuar të vitit të kaluar që është në fuqi edhe për këtë vit, domethënë, zgjidhja vetme mbetet vetëm eliminimi i kafshëve, eliminimi i tufës. Pra domethënë, nëse në një tufë konstatohet kafshë të cilët janë dyshuar për PPR dhe mbas konfirmimit laboratorik, atëherë kryhet eliminimi shumë i shpejt, masat rrepta veterinare dhe groposja kafshëve të eliminuara. Kjo është vetëm mënyrë duke eliminuar vatrat e infeksionit, ne eliminojmë edhe përhapjen. Edhe pse Shkodra mbetet aktualisht një zonë e paprekur nga murtaja e ruminantëve të vegjël, autoritetet u bëjnë thirrje fermerëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kullotjes dhe të shmangin bashkimin e bagtive në tufa të ndryshme për të reduktuar rrezikun e përhapjes së sëmundjes. Kosova vendosi 2 ditë më parë ndalimin e importit të deleve dhe të dhive nga Shqipëria për shkak të shpërthimit të sëmundjes së murtajes dhe bagtive të imta.